Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e sheqerparës apo tatlisë me dy vezë, recetë e vjetër e gjyshëve tona. Përgatitja është ekonomike, besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj ëmbëlsire apo sheqerpare apo tatli, varet se si e quani ju. Një recetë e vjetër e gjyshëve me pak përbërës shumë e sheshme, shkon shumë tash në Ramazan. Në një tenxhere në fillim e përgatisim shërbetin. Shtoj 3 gota nga 200 ml me sheqer. Tash shtojna 4 gota të njëjta me ujë, gota 200 ml ose 800 ml me ujë. Dhe në temperaturë mesatare do e zim shërbetin duke e përzier vazhdimisht derisa ai fillon të vlojë. Shërbeti ka filluar që të vlojë, tash në temperaturë mesatare do e zim për 15-20 minuta. Nuk ka nevojë që të bëhet përzierje. Dhe shërbeti është gati të largohet nga zjarri, është zi mjaftueshëm, e lojmë që të ftohet. Derisa shërbeti është në ftohje, ne përgatisim brumin e tatlisë apo sheqerparës. Në një i shtojna 2 vezë. Tek vezët shtojmë 1 gotë çajit, 150 ml me sheqer dhe e rrahim me një tek kuzhinë masë, ndikon për 2-3 minuta. Nuk nevojitet tani një përzierje e gjatë, kështu vetëm se pak. Tash shtojna 1 gotë të njëjtë si gota e çajit me gjallë, puter apo t'lyn lope, cilën e kam shkrinë dhe e kam ftohur. Unë këtu kam t'lyn lope, shumë e mirë do del ëmbëlsira nëse hedhim t'lyn lope. Mjashtu ja shtojmë dhe gjys gote të njëjtë me vaj. Përsëri e përzim masën. Ja shtojmë 1 vanilë sheqerin për aromë. Në recetat e gjyshës nuk ka ekzistuar vanila sheqerin, mirë po ja jep një aromë shumë të mirë. Largojmë telin e kuzhinës. Tash fillojmë që t'ja shtojmë millin. Mill do na duhen dikon rreth 300 gram. Mirë po e shtojna kështu pjesë, sepse na nevojitet një brum i butë, ase se kjo ëmbëlsirë nuk do që ta ketë brumin e fortë. Dhe ja shtojmë një paketim me pluhur për pirikje. Dhe fillojmë që ta punojmë brumin, shtoj me lugë. Më pas dhe punoj me dorë. Mirë po millin e shtoj gradualisht. Duhet kemi kujdes shumë tek milli që mos ta bëjmë brumin e trashët. Vërtet është një përgatitje thjeshtë. Ideale tash në Ramazan, pas iftarit shkon shumë, kur keni mysafir, bëhet shumë e sheshme me pak përbërës dhe nuk ju marr shumë kohë për përgatitje. Vërtet ja vlen me provu. Tash fillojmë që ta shtojmë kështu millin nga pak, nga një lugë dhe bëjmë përzierje. Fillojmë ta punojmë me dorë. Shtojmë përsëri një lugë tjetër, nuk guxojmë që të shtojmë më shumë, vetëm se nga një lugë, derisa ta fitojmë atë trashësinë e duhur. Kam formu brumin, tash tavolinën, ku do e kaloj brumin, do e kam lyë me vaj dhe duart i bëj kështu me vaj. Kaloj brumin dhe brumin do e ndoj në 15 pjesë të barabarta. Këto masa janë përshtatshme për 15 copë. Nëse doni që të përgatitni më shumë, 2 fyshoni, 3 fyshoni masat, varet.
Ta shfilloj që të bëj sopsa. Ndohen të gjitha t'i bëj të njëjta, t'ju jap masinë e njëjtë. Brumin e kam dorë në 15 copë, tash marr, jam mundu gjithave t'ja bëj formën masinë e njëjtë, më falni, tash ja jap formën kështu. Munduhem që t'ja jap një formë të lëmuar, sa më të lëmuar aq më mirë, dhe pak i shtypi me dorë. Dhe i vendosi në tepsi. Tepsinjen e kam lyer me vaj. Tepsinja është me dimensione 35 me 28. Në këtë mënyrë të gjithave ju jap formën. Vërtet dele bukur për syrin dhe shumë e shishme. Pra brumi patjetër duhet jetë i butë, se për ndryshe kjo tatli nuk do bëj, apo kjo ëmbëlsirë nuk do e merr atë shijen e duhur. Kur t'i vendosim kështu në tepsi, i vendosim larg njëra nga tjetra. Ja, pra, sepse gjatë pjekjes fryhet, pasi brumi ka pluhur për pjekje dhe dyfishohet masa, i prishet forma. Këtë mënyrë ja japim formën të gjithave, vetëm se munduhem sa më të lëmuar t'ja formën. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë. Kam dhënë gjithë brumit formën dhe kam vendosur në tepsi. Tash se për të dekoroj, unë të dekoroj në mënyrën tradicionale, kështu me piron, siç kanë vepruar gjyshët tona, do veproj edhe unë. Vërtet i del një pamje shumë e bukur, mua shumë më pëlqen, më kthen në nostalgji, në kohën kur isha fëmijë, kur i përgadit ke nëna ime, kur i përgaditshim të dajt e me nësët e dajve. Vërtet delke shumë e mirë kjo ëmbëlsirë. Dhe ëmbëlsira është gati për pjekje, kam nxjerrë furrën në 170 gradë dhe në temperaturë dhe pjekje për 30 ose 35 minuta. E kam largu nga furra, më një pamje shumë të mirë. Tash ja shtoj në shërbetin e ftohtë. Ëmbëlsira është e nxehtë, e merr me një herë. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Dhe ëmbëlsirën e lajmë kështu për 20 minuta që ta merr shërbetin në ambient dhomë dhe më pas mund ta vendosim në frigorifer. Ëmbëlsira ka marrë shërbetin, e kam lënë në frigorifer të qëndrojë për gjithë natën, tash është gati për konsumim. Ta ndajmë kështu, ta largojmë një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e bukur në pamje. Besoj se dhe shija s'ka për mi mundu, sipër mund ta dekorojmë kështu me kokos, ose mund që dhe mos ta dekorojmë, varet nga dëshira juaj. Ta ndajmë në mes dhe ta shihni se si ka dalë mesi, ja dhe si duket. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë ëmbëlsirë vjetër tradicionale si kur gjyshët tona, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani ku vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komentet bukura, më beqin nga sofra shqiptare, gjeri në recetën e radhës.